50-50 është me të dy palët, me përjashtimet e rasteve kur në familje ka abuzim. Zakonisht, shkak për divorc bëhen dhe veset e partnerve, jo vetëm të meshkujve. Se mund t'jetë një grua që pi shumë ajo, për shumë. Pi vjen kapesh bërë varësi nga alkooli. Nëse më lejon... Tashti, mund t'a vazhdoj, zotë Vija. Në fakt, u tha shumë shpesh, edhe ndoshta eksperienca personale si thoshe e intensifikon problematikën edhe mënyrën se si qasemi çështjes divorcit, por ju keni thënë shumë gjëra këtu që më duket sikur ngjajnë me atë që në një erë globale mund të quhet edhe si një sulm toksik ndaj maskilitetit. Që ju e përfaqësoni ndoshta pa dashje, ndoshta e përfaqësoni ju këtu, që si vjen në këtë tryez, vjen në pikën që ka përgjegjësia e madhe që i vihet mashkullit në iniciativë, përgjegjësia e madhe që i vishet mashkullit në mosmarrje të përgjegjësive, në konfrontim. Këtu kemi raste këtu. Këtu shaje sa duash, mbroj si duash, vrja fajnë agjendësve. Tu meshkuj që s'marrin përgjegjësi, këtu ke sa duash. S'marrin përgjegjësi as në martesë, as në divorc. Dhe kundërta, ka dhe gra që të cilat janë të ftohta, por ajo që ndodh, po shiko, unë nuk po e mohoj, por edhe atë pjesën që meshkujt që dhunojnë femra dhe divorci që vjen për shkak të kësaj, ajo është një problematik më vete. Por kur i shqyrton, por nuk janë, por ne harrojmë një gjë, por edhe sulmi që bëjnë femrat o vlla, se kur vjen femra tani të vinë vërdal një femër 2 metra, ç'a do bësh? Erion, e di çfarë, po të lexosh statistikat se nga çfarë motivohen divorcet, një pjesë e divorceve motivohen nga mospërputhje kulturore. Po, kjo është e vërtet. Mospërputhja kulturore... Po pse u bë martesa kur ishte mospërputhje kulturore? Nuk është problem mashkullor në atë rast, është problem që... Po kush është më i forti në këtë mospërputhje kulturore? Mospërputhja kulturore është, mua më duket, po të vesh tek në një sallë gjyqi që ku ndahet, është sebepi që po gjen dikush, mund të jetë gruaja, mund të jetë burri. As ka të bëj fare, mund të ketë dalë një burr tjetër potencial, ose do të ndajë ekonominë. Ose do ndajë ekonominë. Pra, por ajo është një fshehje e motiveve të vërteta, apo thotë mospërputhje kulturore. Po pse ai e njofi në çfarë duhet të them? Thjesht dua të balancoj që portretizimi. Nuk e balancon dot se janë realitete, ne nuk balancojmë dot pa realitete. Do i bëjmë një dëm, se do ta portretizojmë si një problem mashkullor. Analizat e fundit, statistikat e fundit janë gratë ikin largohen tash. Sepse nuk e durojnë më presionet dhe dhunën, apo problem mashkullor. Ka një sërshkaq. Nuk ka lidhje me maskilizmin kjo. Kjo është një realitet. Jo, e ngarkuat me përgjegjësi mashkullin. Pikërisht pra mashkulli. Sa po e thash që është i barabartë pa. Po prap. Femra është e fundit që do të prishë. Por ne po japim një opinion të përgjithshëm për shkaqet të argumenta. Zakonisht gratë janë ato që kërkojnë divorc, nuk e kërkojnë burrat. Nuk vetëm nga pozicioni personal. Burrat janë shumë më të rrallë. Femra është e fundit që do të prishë.